Një tjetër vepër artistike i është shtuar Durrësit. Vepra me autor arkitektin Indrit Hamiti do të zbukuroj tashmë shëtitoren Taulandia. Vepra është realizuar në material ino korten dhe shoqërohet me mbishkrimin "Shërbejmë për te vetvetes". Një mesazh ky për të gjithë ata që duan të shërbejnë dhe kontribuojnë në një shoqëri të hapur. Vepra përqafimi i eterit i shtohet dekorit hapësinor duke shpalosur një vlerë artistike, e cila përmban konceptin e kuintencës, materialin e universit si një simbol gjithëpërfshirës dhe plotësues, një paralelizëm i familjes njerëzore globale, e plot dhe ndërlidhur nga çdo kombe kulturë. Eteri është një element i pastër që lejon përçimin e dritës dhe shërben si mesazh i ndriçimit i sistemit të vlerave më të larta njerëzore që pasohen te të tjerët si një ilustrim i përgjegjësisë qytetare për të shërbyer për te vetes. Vepra është fluide dhe lëviz me dinamik vertikale, por si një kampanë e stilizuar që i theret njerëzimit në veprim. Ajo rrjedh përmes spirales, forma e përsosur e përqafimit të pamparim, gjithmonë në vazhdim pa pikë fundore, si një mesazh i vazhdimësisë së misionit sublim komunitar për të vepruar e shërbyer. Ajo është modeli një pasqyrë të ndërgjegjësimit në komunitet përballë çdo sfide e dinamike të kohës. Vepra qëndron përbalë detit, horizontit dhe pozicionit të perëndimit të diellit, duke transmetuar vetëdijshëm mesazhin se kontributi i bashkisë qytetare është një vlerë e patjetërsueshme që mund të përballet me çdo dallë të jetës, të përshkruajë çdo horizont e të kontribuojë për një agim të ri për qytetin. Kjo vepër u inaugurua personalisht nga presidentja e Rotary Club dhe është një vlerë e shtuar artistike për Durrësin, por do të shërbejë edhe si një simbol i angazhimit vullnetar qytetar dhe një ikonë e kujtesës kolektive e shërbimit ndaj njerëzve dhe komunitetet, dhe mbetet një thirrje e brendshme për publikun dhe për të gjithë.